Jesus walked the earth prior to the time of his ascending into heaven, Kur Zoti Isu Krisht ishte në tokë, para ngjitjes së tij në qiejt 40 ditë pas ngjalljes, ai qëndroi me dishepujt e tij edhe u lut me ta dhe u tha: Kujt do t'ja falni mëkatet, do t'jenë falur nga Ati im në qiell. Kujt do t'ja mbani, do t'jenë mbajtur nga Ati im në qiell. by my Father in heaven. That's from the book of John, chapter 20, verse 22. Pikërisht me këtë frazë të Ungjillit të Joanit, në kapitullin 20, vargu 23, Zoti themeloi misterin e pendimit ose rrëfimit. Ky është misteri kur ne si të krishterë ortodoks shkojmë përpara Zotit për të kërkuar të pajtohemi me atë dhe kishën e tij, sepse ne u larguam nga shtëpia atërore. Ne shkelëm porosit e tij dhe ne kemi nevojë për një mënyrë për të kthyer tek Ati. Pyetja që shtrohet është: çfarë është mëkati? Mëkati shkëput marrëdhënien tonë me Perëndin, vendos një pengesë ndërmjet nesh dhe Perëndis, dhe me qëllim për ta kapërcyer këtë pengesë, ne kemi nevojë për ndihmë. Nuk mundet dot ta kapërcejmë vetë. Nuk kemi fuqi. Vetëm Zoti Krisht, i cili është ndërmjetësi ynë mes Atit të Tij dhe ne njerëzve, mund ta hap rrugën për ne. Ai është i vetmi ndërmjetës që ne kemi. Si të krishterë, hapin e parë që ne bëm në bashkëpunim me Kishën ishte pagëzimi ynë, me anë të së cilit u pastruam dhe u shenjtëruam. Por fatkeqësisht, përgjatë jetës sonë, për shkak të tundimeve, ne rrëzohemi her pas here. Jesus knew the power of temptation. He himself experienced temptation from the devil. In the wilderness, he was Zoti e njeh fuqinë e tundimit. Ai e përjetoi vetë tundimin nga djalli, ku fryma e çoi në shkretëtir. 3 herë e tundoi djalli, por nuk ja doli. Jesusi nuk mëkatoi, sepse ai është Perëndi i përsosur dhe njeri i përsosur. Ne si qenie njerëzore dhe mbartës të mëkatit stërgjyshor, nuk jemi në gjendje të rezistojmë shpeshherë sulmeve të parreshtura të djallit. Kështu që na nevojitet një mjet, një mënyrë që të marrim falje nga mëkatet. Pendimi përkufizohet si ndryshimi i mendjes, metania. Ne shkojmë në një drejtim dhe tashmë ndryshojmë kursin me 180 gradë dhe shkojmë në një drejtim tjetër. Pra kemi një ndryshim të plot, një mënyrë tërësisht ndryshe të të menduarit deri më tash rreth mënyrës sonë të të jetuarit. Dhe gjithë qenia jon merr një vetdije, një arsyetim, dhe me anë të kësaj ne jemi në gjendje të ndryshojmë mënyrën tonë të të jetuarit sipas urdhërimeve të Zotit. Mund të nisim rrugën drejt virtytit, mund të fillojmë jetën e lutjes. We can begin a life of virtue, we can begin a life of prayer, we can begin a life of sacramental living. What is the role of the priest in all of this? The priest is there to represent Jesus Christ. Prifti është i pranishëm për të përfaqësuar Zotin Jesu Krisht. Ai është ikona e Zotit Krisht para nesh. Ai paraqet tërë Kishën, sepse mëkati çfarë shkakton? Siç e tha më lart, ai na ndalon, na mënjanon, na largon nga dashuria e Perëndis dhe ne dëshirojmë të pranohemi përsëri, të kthehemi në shtëpinë atërore. Ne duam të gjejmë rrënjët tona të vërteta që janë në Perëndin dhe ky është qëllimi i misterit. Është diçka që ne nuk mund ta bëjmë vetë, është pjesë e komunitetit. Ne duhet të kthehemi në komunitet për nga ishim larguar. Ne duhet të përfshihemi përsëri brenda trupit që është Kisha, trupi i Zotit Krisht. I bekuar është Perëndia ynë gjithnjë, tani e për herë e në jetë të jetëve. Amin. Me paqe le t'i lutemi Zotit. Mëshiro o Zot. Për paqen që lartazi dhe për shpëtimin e shpirtrave tan, le t'i lutemi Zotit. Mëshiro o Zot. Për ndjesën e mëkateve të shëbëtores së Perëndisë Maria, që t'i falen të gjitha fajet të bëra me dashje dhe padashje, le t'i lutemi Zotit. Mëshiro o Zot. Që Zoti Perëndi t'i dhurojë ndjesën e mëkateve dhe kohën e pendimit, le t'i lutemi Zotit. Mëshiro o Zot. Që të shpëtojmë prej çdo hidhërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, le t'i lutemi Zotit. Mëshiro o Zot. Për krana shpëtona,
mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin tënd, të rëshënjtën, të pasënuarën, të përmbibekuarën, të lavdëruarën, zonjën ton hylinse dhe gjithmonë Virgjëreshën Mari, bashkë me gjithë shenjtorët, duke kujtuar veten ton dhe njëri tjetrin, se ty të përket tërë lavdia, nderimi dhe adhurimi, Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. Le t'i lutemi Zotit. O Zot Jesu Krisht, Biri Perëndisë së gjallë, bari dhe qenj që ngre mëkatin e botës, që u fale huan të dy huamarzve dhe i dhurove mëkatares ndjes të mëkateve të saj, ti o Zot, dobëso, fal, ndje mëkatet dhe paullësit, fajet që ka bërë shërbëtorja jote, Maria, me dashje dhe padashje, me dije dhe padije, me shkelje dhe mosbindje, dhe në qoftë se si njerëz që kanë trup dhe banojnë në botë, u gënjyen prej djallit, ose me fjalë, ose me punë, ose me dije, ose pa dije, ose shkelën fjalë prifti, ose ranë mallkim prifti, ose mallkuan veten, ose shkelën betimin, ti si Zot i mirë dhe zemërgjër, dënjo të zgjidhet kjo shërbëtorja jote me anën e fjalës, duke ja falur asaj edhe mallkimin edhe betimin, sipas mëshirës sate të madhe. Po o Zot njeri dashës, dëgjona ne që po i lutemi mirësisë sate për këtë shërbëtoren tënde dhe mos i vëre si mëshirë plot gjithë fajet e saj. Shpëtoj nga feri i përjetshëm, se ti the o Zot, sa të lidhni mbi dhe do të jenë të lidhura në qiell, dhe sa të zgjidhni mbi dhe do të jenë të zgjidhura mbi qiell. Se ti je i vetmi pa mëkatshëm dhe ty ta drejtojmë lavdin bashkë me Atin tënd pa fillim dhe Shpirtin tënd të rëshënjtë, të mirë dhe jetëbërës, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. Shenjtë Perëndi, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm, mëshirona. Shenjtë Perëndi, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm, mëshirona. Shenjtë Perëndi, shenjtë i fuqishëm, shenjtë i pavdekshëm, mëshirona. Lavdia Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. Trinia e të shenjtë, mëshirona. O Zot, falna mëkatet tona. O Zot i madh, ndjej paullësitë tona. O i shenjtë, vështro dhe shëro sëmundjet tona për emrin tënd. Mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, mëshiro o Zot. Lavdia Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. Ati ynë që je në qiejt, u shenjtëroft të emri yt, ardh mbretëria jote, u bëv dëshira jote, si në qiell ashtu edhe mbi dhe. Bukën tonë të përditshme jepna neve sot, dhe falna fajet tona, sikurse edhe ne ua falim fajtorëve tan, dhe mos na shtjerë në ngasje, po shpëtona nga i ligu. Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. Mëshiro o Zot, 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 mëshiro o Zot. E janë i t'i falim e t'i bjem ndërkëmbë Perëndis mbretit ton, e janë i t'i falim e t'i bjem ndërkëmbë Krishtit Perëndis dhe mbretit ton, e janë i t'i falim e t'i bjem ndërkëmbë vetë Krishtit Perëndis dhe mbretit ton. Le t'i lutemi Zotit. O Perëndi, shpëtimtari ynë, që i dhurove ndjes fajsh Davidit, që u pendua me anën e profetit Natan dhe prite faljen e pendimit të Manaseut. Ti, sipas një ridashjes sate të zakonshme, prit dhe shërbëtoren tënde, Maria, që pendohet për fajt që ka bërë, duke mos vënre tërë ato që ka bërë, ti që fal paullësit dhe nuk vëre paligjësit. Se ti the, o Zot, nuk desha me dëshirë vdekjen e mëkatarit, por kthimin dhe rojtjen e tij, dhe që do t'i ndjesh fajet Gjermë 70:7, se madhështia jote është e papërqasur dhe mëshira jote e panumëruar, se po të vëshre paullësit kush ka për të mbetur, se ti e Perëndi i atyre që pendohen dhe ty të dërgojmë lavdi, Atit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin. Motër, mos ki turp për atë që erdhe tek Perëndia dhe tek unë, se nuk mi thua mua, por Perëndis, para të cilit qëndron. Is the sacrament of penance or confession the A është misteri pendim rrëfimit një ndër misteret më pak të përdorshme të kishës ortodokse, dhe pse ndodh kjo? It would appear that it is the least used among the sacraments Në because fakt, misteri i pendim rrëfimit është më pak i përdorshëm ndër misteret e kishës son, sepse unë besoj se shumë njerëz kanë pak informacion lidhur me këtë mister kaq të rëndësishëm të kishës son ortodokse. Dhe gjithashtu, njerëzit kanë shumë informacione jo të sakta
dhe keq kuptime rreth misterit dhe madje i kanë shtuar atij teori të ndryshme. Para së gjithash njerëzit nuk shkojnë të rrëfehen sepse ata nuk duan të hapin veten tek dikush dhe si mund të marrin mjekim dhe si mund të sqarojnë rreth mendimeve të gabuara që ata kanë në lidhje me misterin e pendim rrëfimit. Dhe kjo ka të bëjë me një lloj frike të brendshme dhe të fshehur ose për shkak të krenarisë së tyre. Madje shumë njerëz duan që problemet dhe shqetësimet t'i mbajnë për vete dhe të mos hapen tek të tjerët. Si duhet përgatitet ai që pendohet për të kryer misterin e pendimit? We prepare ourselves by examining ourselves. I penduari përgatitet duke i bërë një analizë vetes. Etrit e kishës na thonë se ne duhet ta njohim veten. Kështu që në kishë ne u japim njerëzve disa udhëzime që ata të mund t'i ndjekin në mënyrë që të ekzaminojnë veten e tyre. Për shembull, ne përdorim urdhëresat e Zotit në mënyrë që me anë të pyetjeve lidhur me një urdhëresë, i penduari mund të ekzaminojë veten. Për shembull, një urdhëresë thotë: mos vrit. Dhe prej saj shtrohet një sër pyetjesh, si për shembull: mos kam dëshiruar të keqen ndaj dikujt, a kam vrarë dikë shpirtërisht, apo a kam fyer dikë me fjalë të këqija? Ne gjithashtu përdorim lumurimet e Zotit si udhëzim për të ekzaminuar veten, dhe në këtë mënyrë ne përgatitemi për të kryer misterin e pendimit ose rrëfimit. You say that we have the Ten Commandments or the Beatitudes and we have questions associated with them. It seems to me like Ju thatë se kemi urdhëresat, lumurimet dhe gjithashtu pyetjet lidhur me këto. Pra, ju si atë shpirtëror përpara se të kryeni misterin i flisni pendestarit rreth këtyre në mënyrë që ai të shkojë në shtëpi dhe të ekzaminojë veten lidhur me këto dhe më pas të vijë në kishë për të kryer misterin? That would be a good way for someone who's never actually experienced confession, when it's the first time, and you're going to make what we call a life confession. Kjo është një metodë e mirë që duhet përdorur ndaj dikujt që vjen për herë të parë për të kryer misterin e pendim rrëfimit. Kjo do të jetë e dobishme si një përgatitje fillestare. Por nëse dikush shkon vazhdimisht për rrëfim, bën një jetë shpirtërore, pyetjet që ati shpirtëror i bën janë më të detajuara lidhur me gjendjen e tij shpirtërore. Por dua të them se e tërë periudha e jetës konsiderohet si rrëfimi i parë. And you say the first confession. Me që përmendet rrëfimin e parë, cila është mosha e rekomanduar për të kryer rrëfimin nga një i krishterë ortodoks? Di që nuk ka ndonjë gjë të shkruar, por sipas mendimit tuaj, cila është mosha e dur? Well, I would suggest that at least somewhere around the age of 8 or so that a child can be brought by a parent. Kisha sugjeron se misteri duhet të kryhet që nga mosha 8 vjeç. Flasim për një fëmijë të pagëzuar. Fëmia mund të shoqërohet në kishë nga prindrit për të takuar atin shpirtëror, për t'u njohur, për t'u miqësuar me të me qëllim që fëmia të ndjehet i lirshëm. Megjithse kjo moshë nuk ka një ndjesi dhe një arsyetim të qartë rreth mëkatit, por mund të themi se kjo moshë kupton disi se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Ndryshe ndodh me një fëmijë në moshë më të rritur. Ai ka një perceptim më të drejtë rreth mëkatit. Për shembull, një fëmijë mund të thotë gjatë rrëfimit se nuk dëgjova babin, nuk dëgjova nënën, bëra këtë, bëra atë. Kur janë në një moshë më të madhe, për ta mëkati bëhet real, dhe ata e gjykojnë me vetdije se kanë bërë diçka të gabuar dhe duan ta korrigjojnë atë. And coming into the church earlier would in a sense prevent. Duke frekuentuar kishën që në moshë të vogël dhe duke kryer misterin e rrëfimit, a përbën le të themi kjo një mbrojtje për jetën e tij shpirtërore, për shkak të një marrëdhënie të ngushtë që ka një fëmijë me atin e tij shpirtëror? Exactly. It gives them a sort of like a safe. Kjo është e vërtetë. Duke ardhur në kishë, në moshë të vogël, duke patur kontakt me atin shpirtëror, duke mësuar mësimet e kishës, fëmia është më i sigurt. Atij i shtohen edhe mësimet e kishës dhe këshillat e atit shpirtëror. Assuming that someone does make a decision. Cila është mosha e rekomanduar për të kryer rrëfimin nga një i krishterë ortodoks? Should one go? Well, I would say as a minimum at least once a year. Minimumi duhet të jetë të paktën një herë në vit. Por kjo nuk do të thotë se nuk duhet shkuar më shpesh. Kjo varet nga rritja shpirtërore që i penduari arrin, dhe dua të them që ati shpirtëror, me qëllim për fitimin shpirtëror të birit të tij, duhet ta inkurajojë të shkojë sa më shpesh, sa herë që ai kupton se ka kryer një mëkat,
meqense ky mister kryhet për të marrë faljen nga mëkatet. Are there different Atë, varieties? a ka ndonjë ndryshim midis kishave ortodokse për sa i takon kryerjes së misterit nga një besimtar? Some church traditions, like the Serbian, may require a more frequent confession. Po, ka. Disa kisha, si për shembull kisha serbe, kërkon që rrëfimi të bëhet më i shpeshtë. Në bashkësitë morgjërore, për shkak të mënyrës së jetesës që ata kanë, rrëfimi mund të bëhet pothuajse çdo natë, me qëllim që për çdo shkelje të bërë gjatë ditës, të marrësh nga ati shpirtëror këshillat e duhura për të rritur shpirtërisht. Pra dua të them se ka praktika të ndryshme në kishat ortodokse. Routine that applies to everybody across the board. Now, does confession as a sacrament become a prerequisite for the A sacrament? është misteri i rrëfimit parakusht për marrjen e kungatës hyjnore? Pra, a duhet që besimtari të rrëfehet para se të marrë trupin dhe gjakun e Krishtit? As a sacrament stands on its own merits. It's the sacrament of the whole church. Kungimi i shenjtë si mister është misteri i gjithë kishës. Është qendra e jetës së kishës. Është plotësimi i të gjitha mistereve të kishës. Misteri i pendimit ose rrëfimit nënkupton kur ne jemi të ndarë nga kisha, të na risjell përsëri brenda kishës. Pra nëse ne kthehemi përsëri, i rikthehemi jetës normale sipas rregullave të kishës. And that's how we would approach it. But Holy Communion does not. Duke marrë trupin dhe gjakun e Krishtit, pra duke u kunguar, a marrim faljen e mëkateve dhe nuk kemi nevojë për të rrëfyer? No. Jo, communion itself kungimi nuk zvendëson misterin e pendimit ose rrëfimit. Të gjithë ne duhet të përjetojmë misterin e rrëfimit me qëllim që sa herë të ndahemi nga kisha me anë të mëkatit, të mund të bashkohemi përsëri me anë të pendimit. What is the difference, Father, between private and sacramental confession? And let me give you an example. Cili është ndryshimi midis rrëfimit privat dhe rrëfimit misteror? Për shembull, unë mund të mbyllem në dhomën time para ikonës dhe të lutem te Perëndia për faljen e mëkateve. Duke ditur se Perëndia është i kudo ndodhur, janë të mundura nëpërmjet tij. Përse duhet të shkoj në kishë për të takuar atin shpirtëror? Someone like yourself will come to the church for confession when God, after all, is the one and Christ is, after all, forgiving me. Well, it is possible for a person to Mundet që dikush mund të lutet në shtëpi, privatisht, por kjo përbën përjashtim. Në rastin kur dikush ka bërë mëkate të rënda, atëherë kërkohet të kryhet akti zyrtar i rrëfimit në prani të atit shpirtëror. Për shembull, ka raste kur i merr ilaçet në shtëpi, edhe në këtë pikë nuk të nevojitet doktori. Por shumë herë duhet të shkojmë në spital dhe të vizitojmë te doktori për të siguruar që po marrim ilaçet e duhura dhe për të mësuar nëse gjendja jon është duke u përmirësuar. Një nga problemet që hasim në jetën shpirtërore është fakti që ne kemi një tendencë për të izoluar veten nga pjesa tjetër e kishës, të bëhemi doktor të vetes son, të shkojmë në drejtimin që na pëlqen. Egoizmi është një rrezik shumë i madh në jetën shpirtërore, domethënë kur unë vendos të bëj atë që dua. Ne ortodoksët jemi të lidhur me trupin e Krishtit që është kisha, sepse çfarë është misteri i rrëfimit? Është akti ynë i pajtimit me Perëndinë dhe me kishën. Me antarët e saj dhe ati shpirtëror përfaqëson të gjithë antarët e kishës për të kthyer delen e humbur. Por nëse unë mendoj se mund ta marr faljen vet, jo nga kisha, nëse operoj në mënyrë të pavarur, atëherë unë izoloj veten nga pjesa tjetër e kishës. Dhe ky është një hap shumë i rrezikshëm për jetën shpirtërore. Now, is it A është e vërtetë se shekull më parë misteri i rrëfimit nuk ishte privat, pra midis pendestarit dhe atit shpirtëror, por përpara gjithë kishës, pra besimtarve? congregation? the penitent would literally stand before everybody and confess his or her sin, and then they would be received back into the church. I penduari qëndronte përpara kishës, besimtarve, dhe rrëfente mëkatet e tij, por të kthyer përsëri brenda në kishë, që të bashkohej me trupin e Krishtit. Rrëfimi në shekujt e parë bëhej për dikë që kishte braktisur kishën, dhe përpara se ai të kthehej në kishë me qëllim pajtimin, ai duhet ta bënte rrëfimin publikisht. Without any problem. But before that, they needed to have this act of reconciliation publicly,
Father, why does confession happen in the absence of other people? Përse misteri i rrëfimit nuk kryhet në prani të popullit, ashtu siç ndodh me misteret e tjera, si në pagëzim, kurorzim, ku ne ftojmë tërë komunitetin për të marrë pjesë në mister, ndërsa rrëfimi bëhet privat? Përse ndodh kjo? Kjo bëhet për shkak se kisha sot është shumë e madhe. I penduari vihet në siklet dhe në vështirësi që të rrëfejë mëkatet e tij. Vështirësi dhe ngaset e tij para njerëzve. Është më lehtë të takosh dikë për të ndihmuar, për të drejtuar dhe për të dhënë orientimin e duhur. Kështu që kisha ka caktuar priftin, atin shpirtëror, i cili përfaqëson gjithë komunitetin. Edhe ai gjithashtu është ikona e Krishtit për të penduarin. Ai ndodhet aty për të përfaqësuar Zotin Krisht në procesin e pajtimit. Now, let's talk about the role of the priest. Le të flasim pak për rolin e priftit. Tham që paraqet Krishtin, por kush i fal mëkatet, sepse dim që vetëm Perëndia i fal mëkatet, apo jo? Only God can forgive the sin, but the priest is there as the extension of Christ. Vetëm Perëndia i fal mëkatet. Prifti është i pranishëm për të lutur tek Krishti të fal të penduarin. Por në qoftë se ai sheh që i penduari nuk shfaq pendim, nuk e ka ndryshuar mënyrën e tij të jetesës, nuk i është bindur kanonit, atëherë ati shpirtëror ka autoritetin të mos i lexojë lutjen e faljes sipas gjykimit të tij, nëse i penduari nuk i merr seriozisht këshillat e tij. Father, why in the Orthodox faith do we meet face to face? Përse në besimin ortodoks takohemi ballë për ballë në misterin e rrëfimit, sepse në traditën perëndimore ka një mur që ndan pendestarin nga prifti dhe a mund të na thoni përse ne veprojmë kështu? Dhe cili është ndryshimi midis katolicizmit dhe ortodoksisë për sa i takon misterit të rrëfimit? In the Orthodox tradition, the model that we use for confession tends to be more of a medical model. Në traditën ortodokse, modeli që përdoret për rrëfimin është më tepër një model mjekësor. Kisha është spitali. Mëkati është sëmundja që ne vuajmë. Prifti është, le të themi, mjeku dhe doktori i shpirtit. Dhe ne shkojmë për vizitë tek ai për të bërë kontroll, me qëllim që të njihemi me diagnozën e sëmundjes sonë. Në traditën perëndimore ekziston një ndarje që do të thotë: theve ligjin, duhet të paguash për të. Në ortodoksi nuk ka ndarje. Kur i penduari vjen tek unë, që jam atë shpirtëror, e konsideroj se një të sëmur. Dhe unë jam aty të kuptoj se çfarë e lëndon, dhe përpiqem të vë veten time në vend të tij, të ndjej dhimbjen e tij dhe të përpiqem si ndërmjetës t'i ofroj shërimin e Krishtit, shërimin e kishës. Pra është më tepër se një marrëdhënie. Prandaj kisha thekson se rrëfimi është një marrëdhënie shpirtërore mes të penduarit dhe atit shpirtëror. Ai duhet të kurojë sëmundjet që i shkaktojnë vuajtje birit të tij shpirtëror, sepse ekzistojnë sëmundjet në jetën shpirtërore, të cilat kisha i quan pasione ose dëshira të zjarta. Për shembull, dikush vuan nga sëmundja e epshit, dikush nga lakmia, dikush tjetër nga çmira. Pra këto janë sëmundje dhe ne përpiqemi të ndihmojmë njerëzit të shërohen nga sëmundjet, duke u dhënë mjekimin e duhur. Madje në kishë ne themi se kungimi është ilaçi pa vdeksisë. Kisha e konsideron misterin e pendimit rrëfimit klinik mjekësore. Dhe ky është term i përdorur nga etrit e kishës dhe modeli mjekësor i shpirtit gjendet brenda në kishë. I'm assuming that the priest also. Kam dëgjuar se dhe vetë prifti duhet përgatis veten për të kryer misterin e rrëfimit. Si bëhet kjo? How does a priest do that? The priest has to be a person who also confesses. Prifti duhet të jetë vetë një njeri që rrëfet. Ai duhet të jetë gjithashtu nën terapi. Ai ka nevojë për dikë që ta këshillojë, ta drejtojë në jetën e tij shpirtërore. Pra rrëfimi nuk kryhet vetëm nga laikët, sepse në këtë mister nuk ka dallim ndërmjet laikut dhe priftit. Të gjithë ne kemi nevojë për terapi, dhe ky është një proces i vazhdueshëm në rritjen shpirtërore. Pasi prifti dëgjon rrëfimin, a vuan ai bashkë me pendestarin? A merr pjesë në dhimbjen e birit të tij shpirtëror? We cannot help but be affected by what people tell Ne us. nuk mund të mos marrim pjesë në ato gjëra që i penduari na thot. Ne vuajmë kur ai vuan. Ne gëzohemi kur ai gëzohet. Kjo është pjesë e procesit e të qenurit atë shpirtëror.
Ne ecim me të njëjtën këpucë bashkë me të, që do të thotë kur ai çan, ne qajmë. Kur ai është i lumtur, ne jemi të lumtur gjithashtu. Dhe përsëri e theksoj se është pjesë e procesit. Personi të dhuron diçka nga vetja, dhe ti ofron diçka nga vetja jote. Përveç dëgjimit, ati shpirtëror i afron nga vetja, i jep zgjidhje. Dhe në atë moment, askush tjetër nuk ekziston. Dhe ati shpirtëror duhet të jetë 100% aty në vendin e tij gjatë rrëfimit, për të kuptuar se çfarë ai ndjen dhe efektet e sëmundjes së tij, me qëllim që të jap kurën e duhur. Father, what words come to mind to describe a healthy relationship? Si mund të përshkruani marrëdhënien që duhet të jetë ndërmjet pendestarit dhe atit shpirtëror? Way up on the list, would it not? Në mes tyre duhet ekzistoj patjetër besimi. Një njeri nuk mund të jap para hua dikujt nëse nuk ka besim që tjetri do t'ia kthej. Atin shpirtëror duhet ta shohësh si atin ose nënën tënde, si dikë që e respekton dhe e beson jashtëzakonisht shumë. Pra marrëdhënia është shumë e rëndësishme. If we go to confession, we should go to our parish priest. Duhet që pendestari të shkojë për rrëfim te prifti i enorisë së tij? We're not necessarily to assume that. Perhaps the majority of the people who go to Kjo nuk është kusht. Nuk do të thotë nëse unë jam prifti një famullie dhe të gjithë besimtarët e famullisë sime duhet të vinë tek unë për të rrëfyer. Disa njerëz mund të jenë më rehat me një atë tjetër shpirtëror, ndonse nuk shërben në famullinë e tyre. Për shembull, shumë të rinj kur shkojnë në kampet e verës, rrëfen tek ati shpirtëror që shërben në këto kampe. Pra nuk është kusht. So it's not an exclusive thing. Now, you made an analogy. Më parë ju përdorët një analogji të priftit me doktorin, dhe ashtu si ne kur sëmuremi kërkojmë dhe pyesim të afërmit për një doktor të mirë, a është kjo mënyra e duhur që duhet përdorë një besimtar për të zgjedhur atin e tij shpirtëror ose rrëfyes? Ja vlen ta diskutojmë këtë pikë. Unë mendoj se një person duhet të përpiqet të gjejë një atë shpirtëror që të ndihet sa më mirë. Pra në qoftë se ndihesh mirë, atëherë marrëdhënia ndërmjet birit dhe atit shpirtëror është më frytdhënëse, duke qenë se ajo bazohet në besim, respekt dhe dashuri, dhe nuk ka asnjë arsye që të mos përpiqesh të gjesh dhe të pyesësh për një atë shpirtëror. The trust factor is Sa i sigurt është pendestari që rrëfimet e tij gjatë misterit do të ruhen edhe askush tjetër përveç atit shpirtëror nuk do t'i marrë vesh ato? always be kept secret and private? We treat the confession of a person as something Ne very sacred. trajtojmë rrëfimin e një personi si diçka tepër sekrete, për çfarëdo që na thot, kur nuk ja tregojmë një personi tjetër. Dhe kjo është pjesë e premtimit ton gjatë dorëzimit si atë shpirtëror. Ne u dorëzuam në gradën atë shpirtëror për të nderuar dhe respektuar dhe mbajtur sekret rrëfimet që besimtarët na thonë gjatë misterit, pavarësisht se sa të rënda mund të jenë ato. Are there ever situations that arise where A ka ndonjë rast kur ju mund të zbuloni diçka gjatë rrëfimit? Rreth kësaj mund të flas në sensin praktik. Kur dikush shpreh dëshirën që t'i bëjë keq dikujt, pra nëse jeta e dikujt vjet në rrezik, unë duhet të shqetësohem për këtë dhe më duhet të bëj diçka për ta parandaluar të ndodhë. now what happens if Çfarë ndodh nëse dikush rrëfen se ka bërë një vrasje ose diçka tjetër të rëndë? A do të informoni autoritetet? Unë duhet të përpiqem ta këshilloj dhe ta inkurajoj atë person që të dorëzohet tek autoriteti, dhe ky është hapi i parë që do ndjek. Por nëse unë shoh që personi nuk pendohet, nuk shpreh pendim, unë duhet të bëj diçka, sepse ky individ mund të jetë përsëri një rrezik për shoqërinë. Në fakt më duhet të them se çfarë pendestari mund të jetë ky njeri. Personi vjen tek unë, rrëfen një vrasje, por nuk pranon këshillën e atit shpirtëror. Nëse vjen tek unë me mirëbesim dhe nëse unë i them se për këtë gjë duhet u dorëzohesh autoriteteve, dhe ai më thot, "Jo, unë nuk do të paraqitem tek autoritetit." Ku është marrëdhënia ndërmjet atit shpirtëror dhe birit shpirtëror? Kjo nuk mund të konsiderohet një marrëdhënie korrekte shpirtërore. Çfarë është mëkati?
Sin is behavior that separates us from God. Mëkati vepron i ndar nga Perëndia si në mendje, mendimet tona dhe në veprimet tona. Stains us. It Mëkati na njollos, na ndot. Book of James says, Shkrimi i Shenjtë na thot: mos u ndotni me pisllikun e botës. Mëkati ndërpret marrëdhënien që ne kemi me Perëndin. Are there varying degrees of sin? Si ndahen mëkatet? Kisha jon i ndan mëkatet në mëkate të vdekshme, të cilat ndërpresin marrëdhënien tonë me Perëndin, dhe mëkate të pavdekshme, mëkate që bëjmë çdo ditë. Pra ka ndarje të mëkateve. as I said, a kind that cut us off from God. And there- Si mund të di një person si unë për shembull se ka kryer një mëkat? Disa njerëz kanë ndërgjegje të zhvilluar. Disa të tjerë nuk janë të vetëdijshëm ndaj asgjëje. Kështu që ajo që nevojitet përsëri është që personi duhet të shkojë të rrëfet, të flasë me atin shpirtëror. Dhe aty ku dikush nuk e konsideron diçka si mëkat, ati shpirtëror duhet i tregojë se ky është mëkat. Ose kur dikush nuk e di se një sjellje e caktuar është e mëkatshme, atëherë ati shpirtëror duhet i sjellë shembuj nga Shkrimi i Shenjtë, duke i treguar se kjo sjellje konsiderohet e papranueshme për një jetë të krishtere. Dhe ai, ati shpirtëror, duhet gjithashtu ta ndihmojë të kuptojë pasojën e mëkatit. Pra jo të gjithë kanë vetdije të zhvilluar, dhe zakonisht me anë të leximit të shkrimit dhe lutjeve, mëkatet tona dalin më në pah. Now, our actions, personal actions, don't only affect ourselves, they affect others. Veprimet tona, veprimet personale nuk na dëmtojnë ne, por dëmtojnë të tjerët. Si duhet të reagoj dikush kur një person vjen tek ai dhe i thot: "Më fal, se kam bërë këtë gjë ndaj teje." Si duhet të reagojmë ndaj këtij personi? So do we just Pra, duhet që ta gjykojmë apo ta falim me njëherë këtë person? in saying forgive me, should we forgive them at that moment? I would say that we should. Judging somebody. Po, ne duhet ta falim me njëherë. Të gjykosh dikë ka kuptimin ta përshmosh atë. Pra nuk duhet në asnjë mënyrë ta bëjmë këtë. Ne duhet të dallojmë mëkatin nga mëkatari, sjelljen e paduhur nga personi që sillet në atë mënyrë. Pra ne duhet të dënojmë mëkatin, jo mëkatarin. Ne duhet ta duam ende mëkatarin, sepse ai person është bërë sipas imazhit dhe ikonës së Perëndisë, dhe ne duam Perëndin brenda tyre. A mëkatoj Do I sin nëse nuk fal? if I refuse? Ne themi në lutjen zotërore: "Dhe fal na fajet tona, sikurse edhe ne u afalim fajtorëve tan." Po, ne mëkatojmë nëse nuk i falim të tjerët. Nëse ne na kërkohet falja, ne duhet ta afrojmë atë pa më të voglin hezitim. A ka dallim ndërmjet mëkatit aktiv dhe mendimit? Known and unknown. Pra, ndërmjet një mëkati të kryer dhe atij që dëshiroi të kryej por nuk u krye? Well, there are times that we sin that we don't realize it's a sin. That's one thing. Where our behavior may be sinful, but we're not aware of it. Është e rëndësishme të kuptojmë që është një distancë e madhe ndërmjet të bërit një mëkat në zemër dhe të kryerjes së mëkatit me vepër. Ende ka një rrugë të gjatë për të shkuar nga faza e dëshirës së zjarrt në kryerjen aktuale të veprimit. Për ta kuptuar më mirë, të kryesh kurvëri në zemër, që do të thotë të kesh epsh ndaj dikujt, nuk është e njëjtë me kryerjen e veprimit. Me të vërtetë mëkati kryhet në mendjen e dikujt me anë të tundimit, por ai ndodh në një fazë të ndryshme të kryerjes. Si pasojë, përgjegjësia është e një natyre më pak serioze. Megjithatë, ne duhet ta luftojmë të keqen përpara se ajo të kryhet, duke vrapuar tek ati shpirtëror dhe duke u këshilluar me të. Father, what are the consequences of never Cilat janë pasojat e moskryerjes së misterit të pendim rrëfimit? Pasojat janë kur ne largohemi nga kjo botë. Ne shkojmë përpara gjykatores të papenduar për mëkatet tona, dhe të gjitha mëkatet tona, të parrëfyera, do të dëshmojnë kundër nesh, do të na akuzojnë përpara gjykatësit të drejtë. Por nëse ne i rrëfejmë në këtë jetë dhe kërkojmë me sinqeritet faljen prej Zotit në kish, atëherë ato do të fshihen. Kujt do t'ja falni mëkatet, do t'i jenë falur nga Ati im në qiell. Ne e besojmë këtë në kish, sepse kisha ka autoritetin të dhënë nga Krishti tek apostujt të fshijë të gjitha këto mëkate. Dhe përpara gjykatores
nuk do të dëshmojnë mëkatet që ne kemi rrëfyer në misterin e pendim-rrëfimit. particular sins that we have come to grips with and ask forgiveness for, as far as we are concerned, they're gone. But at the same time, we don't play the game of, okay, it's Monday. A mund të luaj një krishter? Do me thënë, është e hënë dhe nga e marta deri të dielën mund të bëjsh të dua dhe të hënën do të shkoj të rrëfem përsëri për ato që kam bërë? Of course not, because then we're only playing games with God, as we said. Sigurisht që kjo lojë nuk mund të bëhet. Do me thënë nuk mund të luash me Perëndin. Ne e dim që mund të rrëzohemi përsëri, por kjo nuk mund të bëhet me paramendim. Pra mund të bëj ç'të dua për 6 ditë dhe ditën e 7 do shkoj të rrëfem. Kjo është shumë e rrezikshme, madje djallëzore. Sigurisht që në kishën tonë ka vlerë aksioma. U rrëzove? Ngrihu. Por kjo e humbet vlerën kur bëhet me paramendim. Father, let's talk about the very act of confession and what happens previous to it. Le të flasim konkretisht për aktin e rrëfimit. Çfarë ndodh para se të kryhet? A bëni takim me pendestarin për të biseduar para se të kryeni misterin? Yes, when we sit down, I would try to explain to you what the sacrament is all about. I would try to put you at your ease, try to make you realize that I'm not here to judge you, but that we're both Po, kur ne ulemi, unë përpiqem t'i shpjegoj se çfarë rëndësie ka misteri. that I am Përpiqem që t'i tregoj se unë nuk jam këtu për ta gjykuar, që të dy ne jemi mëkatar, dhe të dy ne kemi nevojë të marrim falje nga Zoti ynë Jezu Krisht. Përpiqem që t'i shpjegoj që unë jam bashkëvuajtës me ty. Përpiqem që ta bëj të ndjetë sa më i lirshëm, me qëllim që të rrofej pa ndrojtje çdo mëkat që ai ka kryer. Is there somewhere written theologically A ka ndonjë gjë të shkruar teologjikisht që përmbledh rolin e priftit? that you can share with us? Yes, we have from the text themselves, I think we Po, could say that ne kemi vetë tekstin e kishës, ku mund të shkëpusim një pjesë nga jeta shpirtërore, with you, me fjalët që prifti i thotë të penduarit dhe mund t'u lexoj. Ja birim, Krishti është këtu i pranishëm në mënyrë të padukshme dhe dëgjon rrofimin tënd. Prandaj mos u druaj dhe mos të vi turp, as mos u tremb dhe mos fshi asgjë tek unë, por tregom gjithçka që ke bërë pa ngurim. Dhe kështu ju do të keni ndjesën prej Zotit Krisht. Shikoj ikonën e tij të shenjtë përpara nesh. Dhe unë jam vetëm një dëshmitar, duke dhënë dëshmi para tij për gjithçka që ju do më thoni mua. Por nëse ju më fshihni diçka, ju do të bëni një mëkat më të madh. Ki kujdes atëherë që të mos largoheni i pashëruar nga mjeku. Kjo përmbledh pak a shumë qëndrimin e kishës. Rrëfimi duhet të ngrihet mbi një marrëdhënie të ndershme, të çiltër dhe të sinqertë mes Atit dhe Birit shpirtëror, me qëllim shërimin e plot të personit që shkon për rrëfim. Father, who does a priest confess? Po prifti kur rrëfehet? Priests, like everybody else, confess either to their bishop or to other priests. They will seek them out as often as they feel the need. Prifti, ashtu si personat e tjerë, rrëfehet ose tek episkopi, ose tek etrit e tjerë shpirtëror. Ai duhet të shkojë të rrëfehet sa herë që e shet të nevojshme. Ai edhe mund të shkojë në manastir për të takuar atin shpirtëror të manastirit dhe të lërë një ditë për të kryer tek ai misterin e rrëfimit. If you had to say something to Orthodox Christians who have a problem, Ta keni ndonjë mesazh për ata të krishterë ortodoks që kanë problem të shkojnë të rrëfehen? Çfarë doni t'ju thoni atyre që kanë frikë për t'i motivuar që të shkojnë të rrëfehen? and motivate them to go, if you had any thoughts, what would you say? I would encourage them by emphasizing the idea that Do t'i inkurajoja duke theksuar përsëri idenë që Perëndia i do të gjithë dhe që askush nuk është pa mëkat. Të gjithë ne kemi nevojë të pajtohemi me Perëndin dhe me kishën. Ne duhet ta shohim rrëfimin si diçka pozitive, jo si shumë njerëz që e konsiderojnë si negative. Është pozitive sepse ne ndjejmë dashurinë e Perëndisë. Përjetojmë gëzimin në zemrat tona. Përjetojmë pastrimin e brendshëm. Mëkatet tona pastrohen. Është një pagëzim i dytë. Me lotët që derdhen gjatë rrëfimit, ne përtërihemi. Ne pagëzohemi që të ndjekim rrugën e dritës,
por ndryshojmë kursin dhe humbasim rrugën. Ne rrëzohemi përsëri dhe përsëri. Rrëfimi është pagëzimi ynë i dytë dhe na jep mundësinë të ngrihemi sa herë që rrëzohemi. Është një mundësi e mrekullueshme të përjetojmë me gëzim të madh kthimin në shtëpinë atërore, që të gjendemi në krahët e atit ton, ashtu si djali plank prishës, kur ai u kthye, ati ishte duke e pritur. Dhe sa e pa, u lëshua drejt tij dhe e përqafoi me dashuri dhe organizoi një festë të madhe. I vendosi unazën në dorën e djathtë dhe theri viçin më të majm, sepse i biri ju kthye. Në këtë mënyrë ndodh edhe me ne kur kthehemi në kishë të penduar. Këtë dua të theksoj bukurinë e misterit dhe gëzimin e kthimit në shtëpinë atërore. That's what I would emphasize, the beauty of the sacrament and the joy of the return. Fëmia im shpirtëror që rrëfen tek përullësia ime. Unë i përullur dhe mëkatar nuk kam fuqi që të laj mëkat mbi dhe, përveç se Perëndia, por për shkak të atij zëri hyjnor që u bë tek apostujt pas ngjalljes së Zotit ton Jezu Krisht dhe që thot, nëse do t'u alini mëkatet disave, u janë të lëna, nëse i mbani, janë të mbajtura. Duke guxuar edhe ne, themi, se i the përullësisë sime shumë të vogël dhe se nuk arritet të thuash ose për shkak të padijes ose të harresës, çfarëdo gjëje, Perëndia të ndjeft dhe në jetën e tanishme dhe në të ardhmen. Perëndia që nëpërmjet profetit Natan fali Davidin që rrëfeu mëkatet e veta dhe Petron që qau mohimin me hidhërim dhe laviren që derdhi Lot mbi këmbët e tij dhe doganierin dhe plangprishsin, ai Perëndia të ndjeft nëpërmjet meje, mëkatarit për të gjitha, dhe në jetën e tanishme dhe në të ardhmen, dhe të mbajt të pandërshkruar në bankën e frikshme të të akuzuarve, dhe për sa i përket krimeve që janë të rrëfyera, ec në paqe duke mos patur asnjë merak. Bekimin atë. Perëndia të bekoft, Maria.